Tempulli antik i Shtyllasit në qytetin e Fierit është një monument i trashëgimisë kulturore i kategorisë së parë dhe ndodhet pranë parkut arkeologjik të Apolonisë. Zëvendës kryeministre, një është ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga tempulli që gjendet në një kodrinë në një mjedis të rrethuar nga gjelbrimi. Balluku shkruan se tempulli antik i Shtyllasit në Fier është një trashëgimi kulturor e rrethuar nga një natyrë piktoreske. Gërmimi arkeologjik dhe zbulimet e kryera disa vite më parë sjellin dëshmi autentike të një tempulli antik rreth 2500 vjeçar, i cili ruan plotësisht bazamentin e tij, ku hamendësimet e para janë të përmasave rreth 1000 metër katror. Funksioni i tij ishte për shërbesa religjioze të zonës, si një prej tempujve ndër më të rëndësishmit në rajon. Hamendësimet për kolonën që i dha edhe emrin fshatit Shtyllas në Fier janë për një sipërfaqe rreth 1000 metër katror. Funksioni i tij ishte për shërbesat religjioze të qytetit antik të Apolonisë, si një prej tempujt më të rëndësishëm në rajon, duke qenë edhe afër portit lumor të qytetit të Fierit.